Mjekësia nuk bazohet në eminenca, pra nuk funksionon e thot i lirja, se liri ti, jo. E thon dhënat. Dhe pyetja e madhe është ku janë dhënat? Dhënat s'ka. Mos ketë frikë të ndroj. Ju do të ndroj, do të eksplorosh, nuk qënë kam këtu ku duhem, po shkoj diku tjetër. E drejta e shëndetit nuk që ka barabartë për gjithë. Dhe thotë që ai që është në Tiranë ka më shumë drejta shëndetësore se dikush që është në Vlorë për shembull. Duhet mendojmë pak më shumë për veten e tyre dhe familjet e tyre kur bëjnë zgjedhjet e tyre. Ku do donin të ishin pas 5 vitësh? Dhe kam parë që shqiptarët në këtë pyetje çalojnë. O bën art, o bën një shkencë tjetër. Jo, mund të bësh të dy. Kjo ka qenë një nga arsyet pse jemi kthy, që fëmijët të rriten me familje të mëdha. Unë do të thoya, njeriu nuk duhet të ketë tjetër. Sepse askush ka ne nuk është i pagabush. Njerëzit fillojnë mos i besojnë pastaj vaksinës pruthe dhe nuk të bëjnë vaksina tjera, për cilat ne dim shumë mirë efektin e tyre. Ka pas një shprehje dhe eksperienca thonë dhe është një kërë që t'jep jeta mbasi të kanë flokët. Quantum Sapiens. Okay, ai sa duhet, si emisioni ju. Ne në Tiranë s'kemi shumë akull. Jemi çik më të ngrohtë.